Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për përdorim të parave të buxhetit të shtetit për udhëtime private, përfshirë përdorimin e avioneve charter. Në një konferencë për mediat, Berisha tha se opozita prej vitesh ka kërkuar ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për të verifikuar udhëtimet e kryeministrit, por sipas tij, kjo kërkesë është orrëzuar nga majoranca socialiste. Unë i them se ti je një mashtrues jo 2 metra i gjatë, po 2 kilometra i gjatë. Në qoftë se ta mban, hajde lejo të krijojmë komisionit të analizojmë 140 udhëtime me Ismailin në dispozicion, sa kanë qenë zyrtare dhe sa kanë qenë private dhe familjare. Po ti s'ke turp dhe ti çdo fjali do të nxjerrësh një mashtrim. Urdhro dhe ta mban. Pse nuk lejove komisionin hetimor parlamentar për 140 udhëtime tuaja në 2 vite që i kushtuan vendit 23 milion euro? I kërkoj urgjent të lejoj komisionin. Krijimi i komisionit do të mundësonte transparencën e plot para shqiptarëve. Berisha theksoi gjithashtu se Partia Demokratike do të mbështesë kërkesat e protestuesve që kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama, duke përmendur edhe mekanizmat kushtetues për mocion mosbesimi në parlament. Në qoftë se Edi Rama nuk pranon zgjidhjen, një zgjidhje tjetër paqësore, siç e kërkojnë protestuesit, është largimi i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime, dhe kjo i hap rrugën shkarkimit me mocion mosbesimi Edi Ramës. Kjo shkarkon në vend Edi Ramën dhe krijon në parlament një mundësi për plotësimin e të gjitha kërkesave, si të 5 kërkesave të tyre, ashtu dhe të një listës tjetër me 20 kërkesa, duke analizuar një nga një ato. Në të njëjtën deklaratë, Berisha u ndal edhe te hetimi i prokurisë së posaçme për trafikun e lëndëve narkotike dhe pastrimin e parave në sektorin e ndërtimit, duke akuzuar drejtuesit e SPAK për mungesë transparence. Dënoj me forcën më të madhe mbrojtjen që i bëhet qeveritarit Tarubës. Kam vlerësuar dhe vlerësoj hetimin e kësaj dosje, nxjerrjen e listës së biznismenëve të implikuar në këtë dosje dhe trafikantëve, por nuk pranoj kur dhe nuk pajtohem kur fshehjen e qeveritarëve apo qeveritarit të pranishëm në takim. Shqiptar duhet dinë cili është fytyra e vërtetë e Edi Ramës dhe roli i tij në aferën Aruba, cilët janë qeveritarët që ai dërgoi në atë takim. Ai njoftoi gjithashtu se përfaqësuesit e Partisë Demokratike në Komisionin e Ligjeve do të kërkojnë një seancë të posaçme me prokurinë e posaçme për të diskutuar mbi çështjet në fjalë.